Çka ndodhi sot në kuvend? Besoj që sot në kuvend ndodhi ajo që ka ndodhur tash siç e thatë ju 8 muaj. Kuvendi i Kosovës vazhdoi me të njëjtën logjik. Dhe pas gjykimit të gjykatës kushtetuese të ditëve të fundit, fatkeqësisht ajo që unë e pash edhe ato që pam sot, është thjesht Kuvendi i Kosovës nuk është i konstituar dhe ka pas zgjedhje, si me thënë, antikushtetuese dhe anti vendimit të gjykatës kushtetuese, sipas vlerësimit dhe leximit tim të gjykimit të gjykatës kushtetuese të fundit për këtë çështje dhe vetë Kushtetutës së Kosovës. Pra ju po thoni që nuk u konstitua sot kuvendi? Po jo, nuk është konstituar, sepse zgjedhja e zotit Rashić, për cilën unë kam respekt, është antikushtetues, sipas gjykimit të gjykatës kushtetuese. Tani më nuk është thjesht një opinion i yni ose një vlerësim individual se si ne shohim normat kushtetuese, po është duke vlerësuar ose lexuar gjykimin e gjykatës kushtetuese, e cila qartësisht e thotë në gjykimin e fundit që e drejta për të propozuar antarën e kryesisë nga komuniteti jo shumicetar serb u takon shumicës së deputetëve serb, dhe kjo nuk është diçka fakultative, po është mandatare, detyruese, që propozimi duhet vjen nga shumica e deputetëve serb dhe ai duhet të zgjidhet. Kështu që deputetët e Kuvendit të Kosovës e patën rastin dhe nuk e zgjodhen me ato 9 propozimet, po thjesht shkuan në atë propozimin e fundit zoti Rashić, i cili nuk ishte propozimi i shumicës serbe. Dhe si tjetë, pasi që zoti Rashić nuk është i propozuar nga shumica e komunitetit serb, ashtu si që thotë gjykimi i gjykatës kushtetuese, mund të vlerësojmë, konstatojmë që zgjedhja sot është antikushtetuese dhe nuk ka konstituim të kuvendit dhe është kjo kushtetuta.